Konstitutivit. Është sistemi që është në pakic, është Shqipnia, është Rusia, Bielorusia, diso që kanë edhe si vepër penale, por kanë edhe me garant institucionale. Shqipnia është qeveria, presidenti, në Austri është presidenti dhe qeveria, të zonë në Sloveni qashtu, në Rusi, por Kosova i takon shumicës, ku aktgjykimit e gjykatës kushtetuese janë të vetë supozohet që janë të vetë zbatueshme. E çka nëse nuk zbatuan? Atë që ka thonë, është një njoftë rasti një Frankfurter Felix, një gjyqtari suprem i Amerikës, ka thonë vendimit e gjykatës supreme, që gjykatë kushtetuese atje, thotë nuk ka neither purse nor sword, s'ka nas kacën pare, nas shpatën, as do në thotë që në ekzekutiv, as legislativ, por e kanë sankcionin moral. Kjo është ideja, arsyetimet e mira, qarta për palet, ato e bojnë, do thotë aktgjykimin të zbatuar. Ky është standard sot për sot në Evropë. Që do thotë penalisht këtë duhet me ditë, nuk mundet më ndjek. E çka në rast se brenda 30 ditëve nuk bëhet, çka ndodh me deputat? Kjo është e para. E dyta, absurdi ne në vetë pari mësojmë studentët, afatet dhe efektet juridike, llojet e afateve, afatet dhe efektet juridike. Nuk mund caktosh ti afat pa vade që i thot populli, pa caktuar pasojat. Gjykata e ka caktuar një afat 30 ditor, ai dhon pasojat, të cilat është dashur, para po them. Vetëm përfundimi, po nisë edhe më përpjet, po përfundimet janë sakta. Mbi bazën e përfundimeve është dashur një dispozitiv. E para, se ka konstatuar do thotë me drejt. Pra, do është që konstituive nuk është përfundu. Dhe që ka ndodhë? Në një. E dyta, seanca konstituive është dashtë thët gjykata. Duhet të përmbyllë brenda afatit 30 ditor. E treta, ka thonë, partia që ka shumicë parlamentare ka detyrim për sigurimin e numrave 61 në një proces politik që respektor kushtetutën, bashkë lojalitetin institucionat dhe kështë të mërat. E treta, pastaj, me thonë, pas 30 dite, se nuk mërësh mi thonë, krejt deputet janë fajtorë, shkone e logik, do thotë, ti mërësh mi thonë arqytim, por kur vje puna me ekzekutu ki problem. E treta, do thotë asi, mas 30 ditve, kjo drejtë, se në qofë se ti ke thonë, për qeveri, kalën 2-3, si pas diskrecionit të presidentit, shefit shtetit, kjo drejtë duhet kaloj dikun, në qofë se i pari, blokon procesin, do thotë. Në qofë se i pari, thotë... Po ju në vendimin që e keni nxjerrë ju, nuk e keni jap këtë drejtë që i kalon partisë të dytë. Shikoni, ta dini, këtu është abuzu dhe i kam dëgju. Njerës, jam i sikur si se ka lexuar kur aktgjykimin 2014. Ne s'kem thonë si japet dytë. Ne kem thonë, paragrafi fundit thotë, nuk përjashtohet mundësia që prap të japet partisë të parë. Që do të thotë, edhe atëherë, edhe sot, presidenti ka pas do të thotë me vërtetu, me këshyrë. Unë për veti kam qenë që, unë jam personisht me dimja, por aktgjykimi i gjykatës nuk është që po thojnë këta, në teksti.